Sheti I ditës 7 mars. Shën Perpetua dhe Shën Felicita, dëshmitare të guximshme të fesë dhe martire të dashurisë për Krishtin. Më 7 mars, Kisha Katolike përkujton Shën Perpetuën dhe Shën Felicitën, dy gra të guximshme që dhanë jetën e tyre për Krishtin, gjatë një prej përndjekjeve më të ashpra të krishtërimit të hershëm. Martirizimi I tyre është një ndër dëshmitë më prekse dhe frymëzuese të besnikërisë së patundur ndaj Zotit, dashurisë së pastër dhe sakrificës supreme për Ungjillin. Në fillim të shekullit të tretë, gjatë sundimit të perandorit Septimius Severus, të krishterët përballeshin me persekutime të rënda në të gjithë perandorinë romake, veçanërisht në qytetin Kartagjen, në Afrikën e Veriut. Ishte një periudhë ku pohimi I fesë së krishterë nënkuptonte rrezikun e burgimit, torturës dhe vdekjes së dhunshme. Në këtë klim të ashpër, një grup besimtarësh të sapo kthyer në fe dhe ende katekumena, domethënë në procesin e hyrjes në jetën e krishterë, u arrestuan dhe u dënuan me vdekje. Mes tyre ishin Shën Perpetua dhe Shën Felicita, bashkë me 3 burra të tjerë, Saturnini, Revokati dhe Sekunduli. Bashkë me ta ishte dhe Saturusi, mësuesi I tyre shpirtëror, I cili u arrestua qëllimisht për të ndarë fatin e nxënësve të tij. Shën Perpetua ishte një grua e re, e lindur në një familje fisnike romake të Kartagjenës. Ajo ishte e martuar dhe nën e një foshnje të vogël. Përkundër prejardhjes së saj aristokratike dhe përgjegjësive si nën, Perpetua zgjodhi t'i përmbahej fesë së saj edhe përballë kërcënimeve më të rënda. Shën Felicita ishte një skllave e re, shoqe dhe shërbëtore besnike e Perpetues. Në kohën e arrestimit të saj, Felicita ishte shtatzën dhe në pritje të lindjes së fëmijës së saj. Ajo mbante në zemër dëshirën e zjarrt për të pësuar martirizimin për Krishtin, por ligji romak ndalonte dënimin me vdekje të grave shtatzëna. Ajo I u lut Zotit që të lindte fëmijën e saj para datës së planifikuar për ekzekutimin dhe Zoti I u përgjegj lutjes së saj. Felicita lindi foshnjën e saj 2 ditë para dënimit, duke I besuar menjëherë një familjeje të krishterë. Gjatë burgosis së tyre, Shën Perpetua mbajti një ditar, një dokument I rrallë historik dhe shpirtëror që përshkruan përvojën e saj emocionale, shpirtërore dhe mistike gjatë ditëve të fundit të jetës së saj. Ky ditar, I njohur si Pësimi I Perpetues dhe Felicitës, është një nga dëshmitë më të hershme të martirizimit të krishterë dhe mbetet një burim I çmuar frymëzimi. Në shënimet e saj, Perpetua tregon për tmerrin dhe vuajtjet në burg, mungesën e ajrit dhe dritës, dhe frikën njerëzore për atë që do të vinte. Megjithatë, ajo gjithashtu përshkruan vizionet dhe fuqinë që I dha Zoti për të përballur vuajtjet. Në një nga vizionet e saj, ajo pa një shkallë të gjatë që arrinte në qiell, e rrethuar nga armë dhe një gjarpër I madh që ruante hyrjen. Shën Saturusi, mësuesi I saj shpirtëror, e thërret nga lart për të kaluar pengesat. Ajo me guxim shkel mbi gjarprin dhe arrin në qiell ku e pret Zoti, një vizion I fuqishëm I shëntrimit përmes martirizimit. Një aspekt prekës I dëshmisë së Perpetues është marrëdhënia me baban e saj. Ai, një pagan I devotshëm, e luste me Lot që të mohonte besimin dhe të shpëtonte jetën e saj për hir të djalit të saj të vogël,
por Perpetua ju përgjigj me guxim. Nuk mund të jem diçka tjetër përveç asaj që jam, një e Krishtër. Më 7 mars të vitit 203 pas Krishtit, Perpetua, Felicita dhe bashkëvuajtësit e tyre u sollën në arenën e qytetit për t'u ekzekutuar si spektakël publik. Në mënyrë të tmerrshme ata u hodhën përballë kafshëve të egra, një formë torturimi e përdorur shpesh në përndjekjet romake. Sipas dëshmive, Felicita dhe Perpetua përballuan vuajtjet me qetësi dhe forcë të jashtëzakonshme. Një lopë e tërbuar i sulmoi, por ato u ngritën dhe ndihmuan njëra tjetrën të qëndronin në këmbë. Në fund, kur kafshët nuk i vranë plotësisht, ushtarët u urdhëruan të përfundonin ekzekutimin. Perpetua me qetësi drejtoi dorën e një ushtari të ri dhe të pavendosur për ta ndihmuar të kryente aktin, duke treguar guximin e saj të jashtëzakonshëm. Mesazhi i martirizimit të tyre. Dëshmia e Shën Perpetues dhe Shën Felicitës është një ndër tregimet më prekëse të dashurisë së pakushzuar për Krishtin dhe besimit të patundur përballë dhunës dhe vdekjes. Ato janë shembuj të fuqishëm të forcës shpirtërore dhe guximit që mund të tregojnë gratë edhe në rrethana të tmerrshme. Fakti që një fisnike e lirë dhe një skllave ndanë të njëjtin fat dhe qëndruan krah për krah në arenën e martirizimit, thekson mesazhin e barazisë së shpirtit para Zotit, një e vërtet thelbësore e besimit të Krishtër që te kalon klasat shoqërore, racat dhe statuset. Shën Perpetua dhe Shën Felicita janë përkujtuar në kishën katolike dhe atë ortodokse si ndër martirët më të shquara të periudhës së parë të krishtërimit. Ato janë përmendur në kanonin romak, Eukaristia e Shenjtë, në meshën katolike, duke u bërë pjesë e lutjes më të lashtë liturgjike të kishës. Janë mbrojtëse të nënave, grave shtatzëna dhe grave që vuajnë, duke pasur parasysh historinë prekse të Felicitës, që lindi fëmijën e saj vetëm disa ditë para martirizimit. Mesazhi për botën moderne. Në një botë ku shpesh besimi vihet në provë nga sfida të shumta, martirizimi i Shën Perpetues dhe Shën Felicitës na kujton se dashuria për Krishtin është më e fortë se frika e vuajtjeve apo e vdekjes. Ato na frymëzojnë të mbajmë besimin të palëkundur në çdo rrethanë dhe të jemi dëshmitare të dashurisë dhe të vërtetës në jetën tonë të përditshme. Ato gjithashtu shërbejnë si shembull frymëzimi për gratë dhe nënat në mbar botën, duke treguar se forca shpirtërore dhe guximi nuk njohin kufi gjinor apo shoqëror. Lutje drejtuar Shën Perpetues dhe Shën Felicitas. O Shën Perpetua dhe Shën Felicita, dëshmitare të guximshme të dashurisë për Krishtin, na mësoni të qëndrojmë të palëkundur në besimin ton, ashtu si ju qëndruat në arenën e martirizimit. O mbrojtëse të nënave dhe grave, ndërmjetësoni për të gjitha gratë që përballen me sprova dhe vështirësi. Na mësoni ta duam Krishtin me gjithë zemrën dhe shpirtin ton dhe të jemi gjithmonë dëshmitar të së vërtetës së Tij. Amen.